Sigurisht që një pjesë e mirë e shikuesve që na ndjekin tani drejt për drejt në programin Mesnesh në RTSH 1HD e presin këtë moment si çdo të premte me parashikimin e yjeve, me parashikimin për 12 shenjat e zodiakut për javën që vjen, por përpara se të kalojmë shenjë më shenjë, duam të kuptojmë se si rezultoi kjo javë dhe çfarë presim nga java që do të vi dhe jemi në studio me astrologun Jorgo Pulla. Përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi ime. Nësi, faleminderit shumë. Ndërkohë, si me një të përgjithshme, e shohim pak makro, si ishte kjo javë, çfarë presim nga java tjetër, do jetë më e mirë apo çfarë? Kjo javë që lam pas, këto 2 ditë që mbeten, janë ditë pozitivisht, do thosha të mira, për arsye. Pra shtuna e diela janë të mira, ditët e mira të kësaj javë. Kemi dhe një hënë të re që është në dem në ditën e diel. Pastaj gjërat që do të ndikojnë. Çfarë do të thotë kjo edhe një herë? Do të thotë që çështjet e së shkuarës mbyllen. Fillohet një cikël i ri dhe shumë pozitiv. Por për demat, sepse është shenja e demit dhe ka demin përballë, ka akrepin dhe akrepi ka ndikime të mira. Por java që fillon pastaj, do të thotë, mos shikoni ambalazhin, po shikoni çfarë ka brenda kutia. Dhurata ose ajo që blini. Pse do ketë zhgënjime, pra mos shohim fasadën, por po, jo fasadën, por realitetin. Realitetin që është brenda dhe kjo është java që vjen. Dhe unë kam përgatitur me detajet, flasim për një javë, sepse me qëse futemi dhe në muajin maj, ndikimet që bëhen edhe çështjet që kanë të bëjnë në fillim të muajit, janë edhe shumë gjëra të tjera që do të ndiktojnë. Por flasim përket shenjës së dashit edhe ditës së dashin. Dhe ditë që parë duket se është pikërisht në kohën dhe në momentin e vetë, duke pasur parasysh sepse Afrodita në shenjën e dashit, që futet me datën 30, u jep mundësi të gjithë gjërave që kanë pasur. Shenjës së dashit kanë pasur probleme me ligjin, për shembull, dhe me padrejtësira që janë bërë shenjës së dashit, duke se e rregullojnë tani. Është momenti i artë, është momenti perfekt në çështjet që kanë të bëjnë me punën e tyre, dhe ata që janë në diasporë kanë ndikim shumë të madh në këtë fushë. Presin për aplikime, për shembull, ose presin për gjëra të mëdha që duhen të realizojnë me dëmos. Dhe ditë që dytë i shenjës së dashit duhet në çështjet pasurisë paluajtshme, do të jetë i vëmendshëm, e vëmendshme në atë çka do të bëjë, sepse ndryshe mund të flitet dhe kur vetë atje ndryshe përballet. Do të pasur kujdes çfarë flitet dhe çfarë thotë. Dhe ditë që tretë ka një ndikim shumë të mirë në udhëtime, në mundësi të mëdha që ata kanë, edhe një pasuri e paluajtshme ose nisin diçka të re, që është koha tani, është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizimin dhe ndryshimin e vendimeve që ata do të marrin. Të 30 ditët në përgjithësi në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur shumë probleme, por kjo hënë e re sjell në vazhdën e vet, në rrugën e vet, ndikime favorite, pozitive, por një lidhje shkëputur rikthehet përsëri, por janë gati vallë të 10 ditë që të tretë ta pranojnë. Këto është çështja, unë them po, pra duhet ta stabilizojnë, sepse është koha më ideale për sa i përket lidhjeve me pengesa, problematikave që ata kanë pasur në fushën e dashurisë. Por vazhdimësia duket se është mjaft e mbar, sepse Afrodita është shenja e dashurisë, edhe mëshirisë dhe e ekonomisë. Pra, të 30 ditësh kanë një mundësi shumë të mirë dhe gjërat që kanë bën marrëdhëniet ekzistuese dhe ato që do lidhen lidhjet e reja, është mirë të mos zgjaten shumë, por nga lidhja e thjeshtë kthehet në lidhje serioze, dhe është koha dhe momenti i duhur. Që nga momenti për t'i bërë gjërat serioze, për dashët. Po. Është çasti i duhur. Okej. Shkojmë tek demi. Tek demët. Afrodita, studimtari i tyre, do të thotë mundësi, sepse në një shenjë zjarri, që ndodh dhe ndikimi që ka të bëjë Afrodita, që hyn në shenjën e dashit, në datën 30, ku çdo gjë ndikohet, çdo gjë realizohet. Të shenjës së demit një kujdes të vogël duhet të bëjnë në lidhje me dokumentacionet të 10 ditëve të parë, sepse kanë dhe udhëtimet për të bërë. Do shikoni, do më kujtoni, video është atje, pikërisht kjo javë dhe muaj që po futet, është diçka shumë e rëndësishme për dokumenta, për udhëtime, për marrje vendime të rëndësishme. Sidomos lidhjet që kanë bëjnë Afrodita me Neptunin më datën 2 maj, u jep një mundësi shumë të mirë që lidhet me punën, me një çështje problematike që kanë pasur, me një çështje gjyqësore, do ketë shtyrje, por e fitojnë, sepse është koha më e mirë dhe në fakt demi është emocional, demi është original, demi është ajo që unë jam dhe unë atë që bëj, dita bëj dhe i ka shumë gjëra pozitive të 30 ditësh të shenjës së demit, 10 ditë që 2 dhe 10 ditë që 3 duhet të jetë i vëmendshëm në lidhje me disa takime pune. Nëse do të bëjnë ndryshim nga një vend pune në një vend tjetër, duhet të sigurohen mirë para se të shkojnë. 10 ditë
diçi tret sidomos, sepse nga, flasim dhe pak për muajin, duke pasur parasysh 15 ditë që parë ka një ndikim shumë të madh në këtë aspekt, por gjithashtu dhe java na mëson që neve të shikojmë ku të hedhim këmbën dhe është një moment mjaft pozitiv. Disa takime që do të bëjnë pikërisht të shenjës së demit në 10 ditë të dytë në fushën e ekonomisë të punës dhe duhet të bëjnë një blerje. Kjo blerje duket se dita e mërkurë dhe dita e njëjtë janë 2 ditë shumë të mira dhe tepër pozitive për ata që duan të realizojnë një blerje pasuri e paluajtshme. Pra javës tjetër, kontrata dhe shkresa për demët, që është shumë pozitive, moment pozitiv dhe data 2 maj, apo jo? Po. Dhe ndikimet që kanë bëjnë në fushën e dashurisë. Në fushën e dashurisë të shenjës së demit kanë disa mundësi. Bashkim familjar, ata që ndodhen në Angli për shembull, ka diçka shumë të mirë dhe tepër pozitive. Është momenti dhe koha e duhur për lidhjet dhe ndryshimet të mëdha që kanë në çështjet të punës ose ata që kanë në profesion, kanë ndikime favorite dhe në një dashuri të plotësuar. Bukur. Lajmi mirë për të gjithë ata të cilët janë në distancë, është momenti për të bërë bashkë. Shumë pozitiv. Po. Shumë tek binjakët. Për sa përket binjakëve, duke se kjo javë energjia është shumë e fuqishme në lidhje me çështjet e punës, sepse 10 ditë që parë i shenjës së binjakëve janë shenja ajri. Shenjat e ajrit, çfarë ndodh? Ndodh që lëvizje të papritur nga puna, por kjo do të thotë në të mirën e tyre të 10 ditë që parë. Dhe ka një mundësi të art tani që atë që do të nisin do ta betisin. Për disa mund të jetë disi mund të bëjnë një lëvizje nga puna, sepse do bëjnë lëvizje të reja, sepse do kenë mundësinë ose gjëra të ndryshme, por e kanë gati punën tjetër që nuk do ta kuptojnë që janë pa punë. Kurse të 10 ditë të dytë duket se një mundësi tani që kanë të bëjnë në mesjavë dhe në fund javë kanë ndikime shumë të mira, sepse me disa bisedime që do bëjnë bisedime shumë të rëndësishme në lidhje me punën e tyre, edhe pse për hapjen e biznesit të ri që kanë bëjnë të 10 ditë të tretë të shenjës së binjakëve, do të kenë vëmendjen sepse ky muaj maj ka gjithmonë ka gjëra të papritura. Pra nuk është sepse unë përgatitemi diçka, ja kam ndërmend të bëj diçka dhe kam kohën dispozicion për të realizuar. Mirë po, vjen një moment i papritur që ne duhet të jemi të përgatitur. Pra, kjo javë na përgatit për muajin që po vjen dhe ndryshimet të mëdha që do të kemi, mundësitë që do të na jepen, ne do të jemi gati të përgjigjemi gjërave që do të bëjmë. Pra kjo javë është decisive për atë që pritet të ndodhë në vazhdim. Që do ndodhin shumë gjëra. Besosh maj vërtet është muaj i shenjave të tokës, por nga ana tjetër kanë ndikime të mëdha në lëvizje dhe në ndryshimet të mëdha që do të bëhen. Gjithashtu, 10 ditë i tretë i shenjës së demit duket se binjakëve. Të binjakëve, një ndikim që kanë bënë bashkëpunim me shenjën e demit, do të thotë që mundësitë që ata kanë, po do gjenë në lidhje kolektive lidhet shumë kjo, por është një moment mjaft i mirë sepse do zgjerojnë biznesin, por edhe pse do futen disa para, por të jenë të sigurt për çfarë bëjnë ose çfarë do shtojnë në atë biznes që ata kanë, sepse është mundësia 10 ditë që i parë i shenjës së binjakëve, 10 ditë që i tretë i shenjës së demit, nëse kanë një mundësi të tillë, mund ta realizojnë. Në fushën e dashurisë duket se funksionon jashtëmase, por kanë dhe pasardhës të shenjës së binjakëve dhe një moment që është 10 ditë të dytë, ka një moment shumë pozitiv, se e presin shumë, kanë kërkuar në qiell dhe po e gjejnë në tokë. Dhe kjo është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për stabilizimin, sidomos dita e hënë, dita e premte dhe dita e diel të shenjës së binjakëve, është një moment mjaft pozitiv dhe kjo do të thotë është mundësia e stabilizimit të familjes. Fantastike, e hëna, e premtja dhe e diela për binjakët është ideale me gërma shtypi. Për aspektin familjar, pra po themi. Po. Kurse 10 ditë që tretë pak vëmendje në një ata që ndodhen për shembull në vendet noridike, në lidhje me dokumentat të rishikojmë përsëri, nuk diskutohet se koha është pozitive dhe është momenti më i mirë. Mund të realizojnë gjërat ata që ata duan, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar. Bukur. Vijojmë te gaforja. Te gaforja, po. Gaforja, shej uji. Shej e vështirë dhe rrezikshme. Pse? Po mirë, pse? Sepse gaforët janë kërkues të vetvetes një. Kur janë kërkues të vetvetes, imagjinoni me njërin që ka pranë ose në role drejtuese. Kanë disa ndikime. Mundësi që kanë tani të 10 ditë që të parë, se janë shumë vigjilant. Dhe çfarë ndodh për gaforët? Pozicionohen në role drejtuese. Ka një moment shumë të mirë tani me futjen afër ditës që kanë bëjnë në dash, kurse gaforja ka hënën guvernatorin e vet. Dhe këto kombinojnë me njëra tjetrën dhe japin mundësi të artë në fushën e biznesit. Vjen një moment për gaforët dalim sipërfaqe. Gaforët janë aja dhe zhëja,
në rritje në detyrë, në çështje ekonomike financiare, në gjithë gjërat që ata kanë. Do thoni juve, sepse ne po flasim për shenjën dielli është në dem. Pse ka fora, por kombinimi që ka të bëjnë është ideal. Prandaj themi gjithmonë, nuk mund të themi që nuk shkon demi për shembull me gaforën ose nuk shkon, s'ka as i pikë lidhje. Zëngjën rëndomt në për këto. Po, rrjetet sociale. Edhe e besojmë nganjëherë. Nuk bëjnë këto, domethënë që nuk kanë sens. Nuk kanë sens, nuk lidhet fare, sepse lidhjet që bëjnë për shembull gaforja. Gaforja kur është familjare, është e punës, është në rol drejtuese, i ka të gjitha dhe të bën nder, por nuk ta përmend asnjëherë dhe ka një diçka shumë të madhe tek gaforet, lum ata që kanë gafore në punë dhe mirë ata që nuk ja din vlerën. Por gjithashtu, të 3 dhjetë e shenjës së gafores ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe ajo që do të kenë, meqense një problem i vogël që ndodh të dielën në darkë, kemi të bëjmë me një ndikim, por kjo nuk lidhet shumë me anën e dashurisë, sepse retrograd e Plutonit është pasuria e palujshme, gjëra të kësaj natyre, do jenë një çështje dokumenti ka të bëjnë, por kjo është e zgjidhshme, sepse në datën 4 ndikohet. Por mundësit janë të mëdha për të zgjidhur një problem që ata kanë në fushën e biznesit ose pasurie palujshme. Në fushën e dashurisë, dhjetë që i tretë është shumë i favorizuar dhe për ata që janë në Francë, për shembull, të shenjës së gaforës, i marrë me shtete për arsye sepse edhe shenja ndikohen, sepse Shqipërinë tonë dashur kanë mundësinë e marrjes së dokumentacione dhe me një ligj që do dalë për shembull në maj tani edhe në shtator, por jemi në maj, ka diçka shumë të mirë, tepër pozitive, se kur jemi në shenjën e tokës ku ndodhin planetet, si në shenjën e Demit, si në shenjën e Virgjëreshës, si në shenjën e Britsapëve, ka ndikime shumë të mira dhe lëviz gjithçka në anën e ekonomisë apo të punës. Por dashuria te gaforja e kemi? Në lidhje me dashurinë, kështu nuk e kemi. Ndikimet që kanë bëjnë për sa i përket gaforet gjejnë njeriu e zemrës, e gjejnë pikërisht të javë dhe këtë 15 e parë të muajit. Po. Gaforet gjejnë njeriu e zemrës. Nuk e diskutoj. Dhe që janë ndarë, kanë pas një ndarje të shenjës së gafores, ribashkohen sepse gjendet problemi ku ka ndodhur dhe pse. Llokumet javës tjetër. Nuk duhet, i kemi këtu, na dërgojnë. Jesh i bindur për këtë gjë. Është diçka shumë pozitive për sa përket gaforës dhe ju takon, se kanë pasur 3 muaj shumë vështira. Të vështirë, okay. Po. Luani. Çfarë ndodh me luanët? Kjo javë duket se ka një perspektivë shumë të mirë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e çështjeve të mëdha të ditëve të parë, sepse kanë momentin e duhur në fushën e karrierës dhe jo vetëm. Në fushën e biznesit, edhe pse bën një shitje biznesi të shenjës së luanit dhe disa udhëtime biznesi. Dhe unë ju them që duhet ta rishikojnë edhe një herë, mirë do ishte, nëse duan të bëjnë shitje, lidhje biznes kanë ndërmend për të bërë ta shitje makinën, ta shitje shtëpie, ta shitje truaj ku diun, pasuri palujshme. Meqense tani në këtë periudhë nuk është koha e tillë e mirë për të bërë shitje luani, mirë është të ta bëjnë mbas datës 17-18, do ishte më mirë për ata, sepse është koha dhe momenti më mirë dhe gjërat do të ndikojnë. 17-18 majit do ishte më mirë dhe ta shikojnë, sepse tani në kjo javë na dikton, është punë e termometrit që të jep mundësi të shikojnë se çfarë ketë, shkosh te doktori. Pra këtë bëjnë planetet, dhe këto planetet pikërisht tani që japin një mundësi dhe një kohë të mirë që është lidhja e afërditës me Neptunin, që ndikon jashtë mase në datën 2, ku do të japi mundësi dhe të shikoni më qartë se mashtrusët janë sheshit. E thot bjerë me mundë të japun kaj sepse do ngrihen ose do ulen. Këtu pasë kujdes në këtë aspekt. Në çështje që lidhen me anën, sepse kjo ka diçka shumë të madhe në fushën e punës dhe të karrierës, sepse gjithmonë luan kanë një ekuilibër dhe është një moment shumë pozitiv. Edhe pse do t'ju kërkohet një burim të ardhës të dytë për të realizuar, por do të shikojnë kohën, sepse nëse veni punë tjetër dhe lën punën tjetër diktohet mangësia, është problem që të humbasin të dyja. Pra duhet pasur kujdes në këtë drejtim, sepse kanë frymëzim, i kanë gjithë akon, por momenti është i duhurit për bërë lëvizjen e tregja, pak kujdes do bëj ditë që i tretë në këtë drejtim. Në fushën e dashurisë, unë do të thosha këtë gjë që ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me anën e dashurisë, lidhjet që kanë bënë ata që kanë për të lëvizur nga një qytet tjetër, nga një shtet tjetër, bashkim familjar e gjë të kësaj natyre, duket se është pozitive. Por luanët kanë një ndikim shumë të mirë me peshqit nëse kanë pasur një ndarje, kanë pasur problem, duket se kanë bashkim. Arsyeja, sepse ndikimi i luan kanë diellin dhe ndikimi i Neptunit dhe i Uranit që ndikohen tek peshqit ka një mundësi të artë në lidhje me zhvillime dhe ndryshime të mëdha që do të kenë pikërisht këtë javë dhe javët në vazhdim që do pasojnë. Dhe është momenti më i mirë për të 3 ditësh, por ditë që dytë është shumë i favorizuar. Bukur, shkojmë me Virgjëreshën tani. Shkojmë te Virgjëresha. Virgjëresha do të thotë
kanë ndikimin e një udhëtimi të brendshëm të shpirtit të tyre, si janë emocional. Virgjëreshat kanë ndikime shumë pozitive, por nëse ju bim qafë ose diçka trahen mes pazarit, ne vrikosen. Por ne vrikosen me të drejtën e tyre. Do t'u jepet një mundësi tani, një mundësi bilim javën e kaluar e kam pas një shansë shumë të madh, dhe kjo do të vazhdoj akoma. Por ditën e martë, ditën e mërkur, 2 ditë fantastike, javë që vjen, dhe ditën e premte, ditën e shtunë, do t'ju jepet një mundësi e artë në fushën e karrierës të ditë që të parë dhe ditë që të tretë. Ka një mundësi shumë të mirë në fushën e biznesit dhe të karrierës të tyre. Por 10 ditë që dytë do jetë pak i vëmendshëm në lidhje, sepse jo të 30 ditë që janë njësoj, që të kuptojmë. Do t'jenë vëmendshëm për ata që kanë tani, sepse po mundohen që të bëjnë një hapje, një zhvillim më të madh të biznesit tyre. Por 10 ditë që dytë, edhe pse ka mundësinë, unë do të thosha mirë, sepse virgjëreshat në përgjithësi hanë si mit, jo si arrinjt. Edhe shikojnë për llogarisin, veprojnë. Kurse tani në këtë periudhë, meqenëse u jepet mundësia për ndryshime të produkteve të ndryshme që ta kanë, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv dhe mund të arrihet të rregullojnë, të stabilizojnë punën e tyre të 30 ditësh që ta kanë. Në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur një problem të vogël në fushën e dashurisë në lidhje me menaxhimin e kohës, po shyn koha tek dashuria, hyn shumë. Sepse duke marrë me punën dhe lënë familjen me njanë, është çik problem. Dhe çfarë do bëhet? Duhet të zgjedhin të menaxhojnë kohën, sepse është momenti më i mirë dhe më pozitiv i qenë ndonjëherë për sa i përket shenjës së vigjereshës dhe disa dokumenta për vigjeresha që ndodhen në Zvicër ose në Itali. Për çështje pune dhe dashurie, në një rrugë 2 punë. Është një moment i artë. Do më kujtoni, do shikoni mesazhet që vijnë. Dhe është diçka shumë pozitive. Por ditët e rëndësishme thanë janë të martë mërkur dhe të premte të shtunë që kanë mundësinë që mund të bëjnë diçka shumë të artë dhe momentet janë shumë pozitive për ata ku do të diktojnë dhe ndikojnë gjërat e tyre, sepse në të shumë të raste i lënë pastor Rama se e bëjnë nesër. Nuk e gjen atë të sot me Nuk e gjen por nuk themi fare sot, themi dje dhe pas nesër. Se sotmja është e nesërmja. Pra do gjetur një mënyrë dhe mundësi e artë për të gjëra. Shkojmë tek peshorja. Për peshoret. Fokusoni shumë në lidhje me marrëdhënie ndërpersonale dhe ato personale. Meqense juve që jeni në Amerikë, të shenjës së peshores, kanë 2 çështje madhore. E para që ka të bëjnë çështjet ligjore, ku zgjidhin një problem madhor. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë ata që janë role drejtuese, duhet të kenë shumë kujdes. Është njësoj që themun, o më jërgë, firmo se këtëse, unë e njoh filanin, X-in, nuk ka problem. Por firma është e imja edhe vula, edhe ti nuk kuj patë sy që nuk e pe këte, shohet pyetja pastaj atje. Pra duhet pasur kujdes. Duhet pasur kujdes se e pëson, pra. Po, e pëson. Dhe është një problem shumë i madh, sepse kjo që them çfarë është brenda, jo ambalazhi, sepse është do dalim mbi sipërfaqe dhe tani që kemi punën muajin maj, me gjëra që ka mundsi. Po, dhe kemi, po do të kemi kujdes, njerëzit që janë me influencë, njerëzit që janë kemi dhe këto tani që ndikojnë tani në këtë periudhë, të pasur kujdes, jo të nxitohen. Motoja është eci avash sepse nxitoj për peshoret. Kurse kanë për të ecur përpara, kanë mundësi të arta, sidomos ditën e hënë dhe ditën e mërkur. Javën tjetër, është idealja, ka diçka për të shqetësuar. Në muajin që vjen ka mundësi të arta sepse do kenë mundësinë zhvillime, ndryshime, kohën e përshtatshme për çështjet e punës së karrierës, është një kohë shumë e mirë për vazhdimsinë, sepse duket se kjo është janë gjëra më e mirë e mundshme që ata kanë në fushën e punës së tyre dhe gjërat që do të ndiktojnë, do të rregullojnë. Do kenë ndryshime qytetesh edhe këto, e kanë mundësinë sepse gjatë muajit do kemi shumë ndryshime, shumë lëvizje, se muaji tokës këtë bën shenjës ku është në dem dielli, ose kur është në vigjeresh në shtator, ose kur është në janar, që është në brecjap. Pra, ka indikim në këto çështje lidhet në këto periudha. Në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur disa gjëra shumë të mëdha të shenjës së peshores, ndarje kanë pasur më shumë të 10 ditë parë dhe 10 ditë tretë, por duke se me hyrjen e afërditës në dash, do të rregullojnë gjërat se dashi përshpejton gjërat. Dashi është shenjë zjarri dhe u jep mundësi, kurse peshorja është shenjë ajri, ku ndikon dhe stabilizon gjërat ashtu siç do. Është një moment i artë, është mundësia më ideale për zhvillime dhe ndryshime në fushën e dashurisë. Bukur, shkojmë tani me akrepin, sepse unë ndërhyj shpesh me ngacmimet e mia, por nuk do të ngacmoj se s'kemi shumë kohë dhe ti japim të gjitha shenjat, të gjitha. Po nuk diskutoj, unë besoj që e kemi kohën në dispozicion, kështu që. Për sa përket akrepëve, jo gjithë ditën. Po pra. Në lidhje me akrepët, akrepët duket se më jep një orë, thot akrepit do të jap një javë. Okej. Lidhje me punët që bën. Se akrepi gjithmonë vëzhgon me sy. Jo me fjalë, nuk flet.
kupton direkt çfarë duhet. Momenti që ka tani, të shenjës së akrepit kanë punën bazë. Kanë ndikimin shumë të 10 ditë të parë që do merren me punë të rëndësishme në fushën e punës tyre, në biznesin e tyre. 10 ditë të dytë, edhe pse është në një punë do bëj lëvizje, sepse ka marrë një po nga një vend tjetër dhe do të bëj lëvizje, po është lëvizje me vend mbas ditës së premte e tutje, ku kanë ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive për të stabilizuar. Kurse në 10 ditë të tretë merret me takime dhe çështë ato që merren me biznese të rëndësishme, me exchange për shembull, me real estate, të 10 ditë të tretë kanë një mundësi të artë në rritje, sepse kanë ndikimin më të madh, kanë akrepet, kanë Plutonin. Plutoni është guvernatori i tyre. Merret me pasuri, merret me gjëra të mëdha dhe tani kanë momentin për të stabilizuar dhe për të arritur në finish. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me 10 ditën e tretë të shenjës së akrepit, lidhjet afatgjat që janë me dash ose me dem, se kanë përballë demin, ka një mundësi të mirë, edhe pse jo, një pasardhës është e mundur të ndodhi si punë e demit. Bukur. Kemë shumë të mirë këtë dhe është momenti i artë për ta. Për të 30 ditët të shenjës së akrepit janë momentet dhe koha e duhur për stabilizimin dhe vazhdimsinë e jetës së tyre në këtë muaj dhe këtë javë. Shkojmë Shigjetarët. te shigjetarët. Çfarë ndodh me shigjetarët dhe pse shigjetarët kanë kohën dhe momentin e duhur për të nisur nisma të reja. Kanë dhe është momenti më i mirë, momenti më pozitiv, koha më e duhura në fushën e karrierës, në fushën e punës. Dhe ditë që parë, edhe pse ka pasur një problem të lek të pamara i merr tani në këtë periudhë. Ka një ndikim shumë të mirë të ditë të dytë, edhe pse bën një shitje biznesi, nuk i duket mirë për ta shitur se shqiptarët janë shenjë zjarri, janë dorë lëshuar, nuk mbajnë dot lek, po as ka smarohet tek ata, por gjithsesi është një moment i artë tani për të bërë zgjidhjen e duhur në fushën dhe në karrierën e tyre në çështje të mëdha që ata kanë. Kanë një ndikim shumë të mirë në lidhje me marrëveshje të reja, çështjet e marrëveshjes ata kanë, sepse janë strateg në fushën e biznesit të tyre. Udhëtimet dhe disa dokumenta që kanë për të marrë ata që janë në diasporë është një ndikim shumë i mirë, siç është Anglia, siç është Gjermania, që janë shenjë zjarri. Ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me favorizimet që do t'u jepen tani tutje, që varet në individ pastaj kur ndodh fenomeni, ose kanë dëzuar dokumentat, ose kanë marrë një negativ, për shembull, mund ta riaplikojnë, për shembull, se është një kohë shumë e artë për sa i përket zhvillimeve dhe e mirë për sa i përket stabilizimit të tyre. Në fushën e dashurisë, këtu janë pak fajtorë shqiptarët të 30 ditët, kanë dy arsye. E para është e punës e merren mas punës dhe lënë dashurinë më njanë. E dyta, kur kërkohet nuk kam kohë, thot. Edhe pastaj këtu lindin konflikte. Konflikte më të mëdha se që janë sot. Prandaj duhet pasur një kujdes dhe unë duhet me gjetë kohën dhe për punën, por edhe për dashurinë. Mos me nuk diskutohet. Mos me lëm pas dore. Çfarë ndodh tani? Duhet të kombinojnë kohën me punën dhe me dashurinë dhe disa gjëra të tjera. Por gjithsesi, koha tregon që edhe pse janë romantik shqiptarë, nuk janë domethënë gjuri furi, po gjithsesi kanë një mundësi. Kjo është mundësi tani që është më e mirë e mundshme dhe gjërat që ata kanë disa keqkuptime, do të mbyllin disa çështje pas zgjidhura, disa në lidhje me licencat, ose janë mbaruar ose do fillojnë diçka të re, e kanë mundësi. Është momenti më perfekt në lidhje me ndikimin dhe çështjet e punës dhe çështjet që kanë bëjnë me diçka më të kaluar, do ta zgjidhin pikërisht tani. Në çështjet e dashurisë, edhe pse kanë pasur edhe një gjë që një lidhje nëse me peshk ose me dem, mund ta zgjidhin pikërisht këtë javë dhe javën që vjen, se është një periudhë shumë e mirë, sidomos 10 ditë që parë dhe 10 ditë që tretë kanë një mundësi të tillë. Bukur. Shkojmë tek Britsjapi. Për Britsjapët. Për Britsjapët do të thosha ndikim që kanë kontaktet më perfekte. Dhe janë, shiko çfarë ndodh me Britsjapët, janë ekonomistë shkëlqyer të botës, po i për shpinën e vet. Shpinën e vet e nxjerrin shitje. Ka një mundësi tani. Po. Mund bëjnë dy punë në një kohë. E do rol drejtues e ke. E do në rol të thjesht e bën. Nuk i trembet asnjëherë. Britsjapët përkasin shenjës së tokës. Momentet dhe mundësitë që kanë tani, nëse do më thoshe kush mund të ishte më perfektja, nuk diskutoj që Britsjapët. Britsjapët kanë ecurin tani. Me fitimin e një padrejtësie që është bërë Britsjapëve para 14 viteve, duket se tani në këtë javë dhe java që vjen
deri në datën 13, do kenë një përfitim perfekt shumë të madh për të drejtën e tyre. Dhe këto do kenë një gëzim shumë të madh të shenjës së Brisapit. Edhe Brisapit sepse kanë një mundësi në lidhje me punë, lidhje me karrierë, lidhje me ndryshime të mëdha të 30 diqet, sepse kanë kaluar rrezikun, problematikat që kanë pasur momente nga të më të ndryshmet. Por koha ka treguar që janë në shumë fat në këtë aspekt dhe koha ka treguar që ata dinë se çfarë do të bëjnë. Kurse në fushën e dashurisë, edhe pse janë dinë shumë mirë se si mund të realizojnë fushën e dashurisë të palidhurit ose kanë një njohje dhe këtë lidhje serioze, është koha tani 10 ditë që parë, 10 ditë që tretë është perfekt, po më perfekt është 10 ditë që dytë. Sepse 10 ditë që dytë bën bashkim familjar dhe edhe çështjet e punës e bën një rrugë dy punë. Është më i përfituari, por të 30 ditë të shenjës së Brisapit kanë përfitime perfekte. Bukur, shkojmë tek ujori. Ujori, kjo periudhë është shumë e rëndësishme, se përket ujorëve. Ujorët në fakt nuk kanë marrë atë që ju takon. Po të vini re, shenjës ujorët janë njerë, sepse ujorët janë shenja ajri, po bëjnë, është muaj i 4 ky, që po lëm pas, që kanë pasur shumë debate probleme me punën. Unë shikoj tek inboxi ku shkruajmë, për shembull, gjitha shenja, duhet të shkoj kush ka pasur çfarë problemesh. Aty zgjidhet dhe shikoj ujorët. Ujorët janë mbi 70%. Dhe kanë të drejtë. Që kanë pas probleme me punën. Probleme me punën, probleme me keq interpretimet. Ndryshe flitet, ndryshe ku vetë të bëjnë kontratën dhe ndryshe realizohet. Sepse ndryshe thotë, për shembull, do marrësh 5 lekë te firma ime, hajde, atë nuk jep 2 lekë, do të japun ta 5 lekë, po të jap pak më vonë. Përfundon kontratën dhe nuk marrin atë që u takon. Vjen momenti tani e zgjidhin këtë problem sepse është problemi i zgjidhshëm. Pra kjo javë është java e zgjidhjes së këtyre problemeve që janë mbartur gjatë nismave të reja, sepse kemi ndikimin e hënës së re, në shenjë toke. Rrallë qëllon kjo që ka indikim shumë të mirë. Edhe gjërat që do të realizojnë, do të stabilizojnë, fillon një fazë transformimi, ndryshimi, marrëvendimesh. Të 30 ditë që ta kanë, është momenti i tyre. Në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur shumë probleme të kësaj shenje, të shenjës së ujorit, por do ta zgjidhin. Gjërat janë pozitive dhe jo negative, sidomos një lidhje që mund të kenë të kësaj shenje, të shenjës së ujorit, kur është momenti dhe mundësia e artë në lidhje me takime dhe vendime që do të marrin, është koha e duhur. Shkojmë tek peshqit. Përsa përket peshqeve, peshqit me qenë se Afrodita, Neptuni, sundimtari tyre, që luajnë një rol kryesor me futjen e Afroditës në dash, do të thot mundësi, do të thot rëndësi, do të thot karrierë shenjës së peshqeve. Po peshqit gjithmonë të 10 ditë që të parë, ka një mundësi tani, edhe pse mund t'ju thonë për shembull rritje në detyrë, mos ta pranojnë për momentin, dhe të presin. Po. Në momenti i dur është, por çfarë bëjnë? Se e dinë se peshqit bëjnë shumë punë. Në një kohë lën punën e tyre, bëjnë punën e botës. E tani ka ardhur koha që të vazhdojnë me punën e tyre, djersën e tyre. Dhe të bëjnë deal, do ishte perfektja në këto gjëra për çështje ekonomike. Është një moment i artë për ta mund ta përfitojnë 10 ditë që parë, 10 ditë që tretë që është shumë i favorizuar. Për ata që janë diasporë, edhe pse kanë pasur disa mos marrëveshje problematike, çështje ligjore, gjëra që natyrë do të shikojnë mbas datës 10 e tutje, ku është mundësi e artë për ata dhe disa skenarë që kanë ndodhur dikur fshihen nga memoria e tyre sepse është koha e zgjidhjeve të problemeve dhe të mundësive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me këtë shenjë të 10 ditë që të parë, mbas ditës së mërkurë të njëjtë është momenti i duhur për zgjidhje të këtyre gjërave dhe koha ka ndikime shumë të mira dhe disa surpriza që mund të bëjnë të 10 ditë të tretë në lidhje me dashurinë, sepse një njohje këtë lidhje serioze ose një lidhje nuk ka nevojë për fejes, por do jetë lidhje, martesë, sepse do ndryshojnë shumë gjëra në fushën e dashurisë tyre. Fantastike, uroj shumë që t'jetë javë mbarë për gjithë, paktën kishim lajme të mira, ditë të caktuara për shenja të caktuara në aspektin e karrierës dhe dashurisë, dhe Jorgo është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit shumë që ishit me ne, me astrologun Jorgo Pulla, dashurmisht, teksa morëm parashikimin e javës tjetër për 12 shenjat e zodiakut.